Njerë me hi me dalë me punu një pacient, po duhet 2-3 herë edhe këtë që kështë pas mundësi me hi e këtë farë parkimet. ÇKUK në vitin 2025 kishte arritur të grumbulloj 272.000 euro nga të hyrat nga parkingo. Qytetarët të cilën futen me makina në qendrën klinike universitare e Kosovës tashë tutje të paguajnë 1 euro për 1 orë qëndre. Kjo tarif deri më tani ka qenë 50 cent për orë. Tarifa e re është caktuar me rregulloren e re, e cila është miratuar nga Bordi i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës në muajin shkort. ÇKUK në vitin 2025 kishte arritur të grumbulloj 272.000 euro nga të hyrat nga parkingo. Rregulloria për shfrytëzimin e parkingut në hapësirat e ÇKUK-s përjashton nga pagesa stafin e këtij institucioni si dhe një kategori të personave të cilat janë të prekur me sëmundje malinje dhe sëmundje kronika. Qytetarët po e shohin si barë tarifën e shtrejtuar për parking në hapësirat e ÇKUK-s. Njerë me hi me dalë me punu një pacient, po duhet 2-3 herë edhe këtë që kështë pas mundësi me hi e këtë farë parkimet dhe me alecu paket të këtynë qytetarës. Është barë për juve kjo shtrejtë? Barë edhe shtrejtë? po që ashtë, po bëhet edhe kaluan, që është maltretim. Për shamë, dykon një gjysërë duhet me konë pa parë gratis, dhe bjen pacientën, që në delë, dhe me njerë sartë, vetëm. Nuk e di ku na i shkojnë këto parë këtë. Nëse kështë pas mundësi bile me hi e këto, me alecu këti prëmë të paket në pak. Janë shtrajtu zdasan, janë shtrajtu sanët.